Të dashur vëllezër, do të vazhdoj të flas mbi etikën e kërkimit të diturisë. Kërkuesi i diturisë duhet të jetë i vëmendshëm, të gjej çështjet me saktësi dhe të përcjellë ato me saktësi. Një nga problemet që shfaqen kërkuesit e diturisë është se i keq kuptojnë mjaft çështje. Mund të gjej diçka nga mësuesi, nga hoxha ose nga dietari, dhe me kalimin e ditëve ose viteve i përstjellohet mendje edhe mendon ndryshe nga ajo që e ka thënë mësuesi. Dhe kështu u jep njerëzve një fetva të gabuar. Filon dietar ka thënë kështu, filon hoxh ka thënë kështu. Kur faktikisht ai nuk e ka thënë ashtu. Edhe kur dëgjojmë ose kur lexojmë komentin e një ajeti, duhet jemi të vëmendshëm në mënyrë që të mos e marrim gabim. Kur dëgjojmë ose lexojmë një hadith, ose kur dëgjojmë apo lexojmë komentin e hadithit, duhet jemi të vëmendshëm që të mos e marrim tjetër për tjetër, mos e marrim gabim. Duhet të bëjmë kujdes që të mos u veshim dietarëve fetva që si kanë thënë, mos u veshim mësuesve çështje fetva apo shpjegime që ata nuk kanë dhënë. Kur nxënësi nuk është i kujdesshëm, kur nuk është i vëmendshëm, ose nuk tregohet shumë i sakt, mund të nxitohet. Prandaj ka thënë poeti: "Wa kam min 'aibin qawlan sahihan afatuhu min al-fahmi as-saqim." Sa njerëz kanë kritikuar fjalë të sakta, dhe problemi është keq kuptimi i tyre. Ata i kanë kuptuar ato gabim. Një çështje tjetër që duhet ketë parasysh kërkuesi i diturisë, çështje tjetër që duhet ta ketë parasysh kërkuesi i diturisë, në mënyrë që konsiderohet tamam për atyre që kanë etikën e kërkuesit të diturisë, është tërheqja nga gabimi, pranimi i të vërtetës. Ka thënë Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu: "Inna al-haqqa qadimun la yubtiluhu shay." Ka thënë, e vërteta është e hershme, asgjë nuk mund ta bëjë atë të pavlefshme. Duke u drejtuar Abu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu mbi disa rregulla që ka të bëjnë me gjykimin mes njerëzve, Umar radhiyallahu anhu ndër të tjera i ka shkruar: "La yamna'uka qada'un qadaytahu bil-ams, faraja'ta fihi ar-ra'ya, an turaji'a fihi al-haqq, fa inna al-haqqa qadimun la yubtiluhu shay." Ka thënë, në qoftë se ke marrë një gjykim ose ke dhënë një vendim ditën e djeshme, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ishte gjykues mes njerëzve, edhe i ka thënë, në qoftë se ke marrë një vendim ose ke dhënë një gjykim ditën e djeshme dhe e ke kuptuar që ke gabuar, duhet që të rriqesh nga gabimi, se vërteta është e hershme, nuk e bën asgjë të pavlefshme. Duhet më tërhequr atëherë nga gabimi. Kur nxënësi i dijes të rriqet nga gabimi, kjo është një vlerë, kjo është merit, kjo është gjë e mirë. Nuk është mangësi, nuk është diskreditim, nuk e ul figurën e tij. Është ndryshe nga ajo që mendojnë shumë kërkues diturisë, që e kanë të vështirë të rriqen nga gabimi, që ta pranojnë gabimin. Po kjo është problem. Kur njeriu pranon gabimin, tregon thjeshtësi. Kur nuk e pranon gabimin, tregon minimallësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për kufizimin e minimallësisë ka thënë: "El-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas." Ka thënë minimallësia është refuzimi i vërtetës dhe nënvlerësimi i njerëzve. Prandaj duhet kemi kurajon që të rriqemi nga gabimi, ta pranojmë gabimin. Dhe në qoftë se nefsi nuk don që me pranuar gabimin, do më thënë me eduku, me mësu që pranimi i gabimit është një vlerë, dhe përkundrazi, kush pranon gabimin ka me ngrit Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Men tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Kush tregohet i thjesht për hir të Allahut, atë ka për ta ngritur Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka treguar Ibn Hurmuz se Imam Maliku shumë rrallë jepte fetva, jepte pak fetva. Ishte shumë i kursyer në dhënien e fetvas. Nuk nxitonte me dhënë fetva.
Edhe një herë kishte dhënë një fetva, edhe e kishte kuptuar që ishte gabim, edhe i kishte thënë pyetësit, unë kam gabuar në këtë çështje, dhe unë jam tërhequr nga kjo mesele. Prandaj ta kish parasysh. El Hasan ibn Ziyad ka qenë një dietar i hershëm, kishte dhënë një fetva të gabuar. E kishte kuptuar gabimin, po kuptohet që nuk e ka dhënë fetva nga padia, nuk e ka dhënë nga epshi, por dietari mund të gabojë. Domethënë përpiqet të aqëllojë të vërtetës në një mesele, edhe mund të gabojë. I ka plotësuar kushtet, e ka kapacitetin të japë fetva, por mund të gabojë. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, unë thot e jap gjykimin sipas asaj që vërej. Kur dy palë gjykoheshin, profeti e jepte gjykimin sipas asaj që dëgjohet, sipas asaj që dëgjonte. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, mbase njëri është më orator se tjetri, është më bindës. Fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Mbase njëri është më orator, është më bindës se tjetri, dhe unë gjykoj në bazë të asaj që dëgjoj. Faman qadaytu lahu bi haqqi akhihi fa inma hiya qit'atu min an-nar. Ka thënë, por nëse unë kam gjykuar për dikë, duke i dhënë të drejtën që i takon vllajit të tij, ajo është një copë nga zjarri i xhenemit. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë të ditur këtë hadith se kur gjykonte mes njerëzve, domethënë gjëra që nuk kanë të bëjnë me përcjelljen e shpalljes. Gjëra që kanë të bëjnë me gjykimin në konfliktet mes njerëzve. Për shembull çështja e pronësie. Këtu profeti gjykonte sipas mendimit të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe mund të rezulton, mund të ishte qëndrimi i gabuar ose gjykimi mund të ishte i gabuar. Po e theksoj edhe një herë, nuk ka të bëjë me çështjet e përcjelljes së shpalljes. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush merr diçka të padrejtë, ai ka marrë një pjesë nga zjarri i xhenemit. Atëherë për nga kjo, domethënë vërejmë që kur gjykatësi gjykon në një çështje, ose kur dietari jep një mendim në një çështje, edhe mund të gabojë. Prandaj ka thënë në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam, idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idha akhta falahu ajrun wahid. Nëse dietari mujtahid, gjykatësi, përpiqet të japë mendimin e goditur ose gjykimin e saktë në një çështje, edhe ja qëllon qëndrimit, mendimit të saktë, ai merr dy shpërblime. E nëse gabon, ai ka një shpërblim. Kështu që dietari mund të gabojë në një çështje, por nëse gabon, duhet të rrihet nga gabimi. Prandaj thuhet për këtë El Hasan ibn Ziyad, se e kishte dhënë një mendim gabuar. E kishte kuptuar që kishte gabuar, edhe kishte kërkuar pyetjen ose kishin gjetë. Ka pajtuar një person që të thras për pyetjen, kujt i është dhënë kjo fetva, le të kthehet. Derisa kishte gjetë pyetjen, edhe i kishte treguar atij që ishte tërhequr nga ky gabim. Pra ky ka qenë morali të parëve të këtij ummeti. Ata nuk e kishin problem që të tërhiqeshin nga gabimi. Nuk duhet na vit zor të themi për diçka që nuk e dim, la a'lam, unë nuk e di. Përmendet se Imam Maliku është pyetur për 48 çështje dhe për 32 çështje prej tyre ka thënë unë nuk e di. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fa inna khayra li ahadikum an yaqula lima la ya'lam, Allahu a'lam. Është më e mira për të kjo për jush të thotë për atë që nuk e di, Allahu e di. Dhe gjithashtu nëse gabojmë në një çështje, të tërhiqemi, ose kemi problem që të tërhiqemi nga gabimi. Kërkuesi i diturisë duhet të jetë i çiltër, duhet të jetë i besueshëm, edhe të mos mashtroj, mos bëj hile. Nuk lejohet me kopju në provim. Duhet që me bë kujdes, me hyrë nga hidhja, nga mashtrimi, kopjimi, sepse kjo hyn te gjunohet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, men ghashana falaysa minna. Kush na mashtron nuk është prej nesh. Kush bën hile nuk është prej nesh. Domethënë nuk është në rrugën tonë. Muslimani duhet të jetë i çiltër. Morali i profetit ishte çiltërsia. Rruga e profetit dhe pasuesve të tij është sinqeriteti, çiltërsia,
me thonë vërtetën, me pas qëndrim çiltër, mos me mashtru, mos me bë hile. Ky hadithi që ka thënë profeti, men ghashana falaysa minna, e ka një shkak. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam një ditë hyri në treg. Qala famarra bi sahibi bi subrati ta'ami فأدخل أصابعه فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال هلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا. Një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam hyn në treg, edhe ishte një burg, ishte një pirg me drith. Po ishte një pirg me drith, mbase grunë ose miell ose elb. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam futi dorën në ushqim. Edhe i takon dora ke lagështia, domethënë pirgu ajo, domethënë grumbulli i ushqimit, i drithit, i grumrit ose elbit, ishte domethënë pjesa e dukshme ishte e thatë, ndërsa pjesa e poshtme ishte e lagët. Çka do thotë se ky kishte bë hile. Atë pjesën që i kishte zënë shiu, e kishte vënë poshtë. Kurse pjesën që ishte e mirë, e pastër dhe e saktë, e kishte vënë përsipër. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, "Ç'është kjo?" Po i Zoti i ushqimit, i Zoti i mallit. Ai thotë dërguar Allahut, e ka zënë shiu. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Pse nuk e vure përsipër që ta shikonin njerëzit? Kush na mashtron, nuk është prej nesh. Kush mashtron nuk është prej nesh." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, "El-bay'ani bil-khiyar, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Shitsi dhe blerësi kanë mundësi që ta lënë në fuqi aktin e shitblerjes ose ta anulojnë atë, përderisa janë në mezhlisin ku kanë lidhur aktin apo kontratën e shitblerjes. Në qoftë se ata thonë të vërtetën dhe i tregojnë tmetat e mallit, Allahu i lartësuar do t'u bekojë shitblerjen, do t'u jap mirësi. E në qoftë se ata do të gënjejnë dhe do t'u fshehin tmetat e mallit, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'u heqë bereqetin e mirësinë. Nuk kanë me pas bekim, bereqet dhe mirësi në shitblerjen e tyre. Nëse muslimani duhet jetë i çiltër edhe në shitblerje, edhe në kontratat e ndryshme, po në çështje diturisë, është edhe më arsyeshme që të jetë i çiltër, të jetë i pastër, të jetë i sinqert. Mashtrimi në çështje diturisë është edhe më i rëndë. Është më i rëndë që një dietar, një hoxh, një thirrës, një nxënës i diturisë të ralltojnë në çështje diturisë, të mashtrojnë në çështje diturisë. Prandaj duhet me bë kujdes, mos me mashtru. Edhe një nga problemet që kanë kërkuesit e diturisë është kopimi ose mashtrimi në provime. Kjo është ndaluar. Ndonjëherë për shembull, nuk e kam mësuar mirë faqen e Kuranit, edhe përpiqet me mashtru. Hedh një sy në mushaf, edhe e thotë domethënë po mashtroj hoxhën ose po mashtroj mësuesin. Kjo është haram. Si më bëhet diçka e tillë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dikush domethënë mund ta bëjë me hadithin. Kush nuk e di diçka, mos e shkruaj. Duhet me bëj kujdes. Është më e lehtë me thonë që unë nuk kam mësuar këtë çështje, me ngel provim, se sa me mashtru. Se mashtrimi është gjuna, është haram. Një çështje tjetër që duhet ta kemi parasysh lidhje me kërkimin e diturisë është përhapja e diturisë. Mos e fshehim diturinë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Vërtet ata të cilët fshehin ato që ne innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda. Vërtet ata të cilët i fshehin faktet dhe argumentet që ne i kemi zbritur, faktet, argumentet, udhëzimet që ne i kemi zbritur, siç ishte për shembull fshehja e argumenteve të profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjë të cilën e bënin i tharët e librit.
dietarët e jehudive dhe të krishterëve. E dinin të vërtetën mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e dinin që profeti është përshkruar në librat e tyre, por ata e fshihin të vërtetë. Atëherë pra, kush fsheh të vërtetën, fakt, argumente, udhëzime që Allahu na ka zbritur në Teurat dhe në Injil, dhe kushdo që fsheh të vërtetën, këta njerëz i mallkon Allahu dhe ata marrin dhe mallkimin e të gjitha krijesave. Allahu i lartësuar i mallkon ata që fshehin të vërtetën. Në një vend tjetër në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Kujto kur Allahu i lartësuar u mori besën udhëtarëve të librit, jehudive dhe krishterëve, atyre që është dhënë libri më përpara. U mori besën se do të punojnë me librin e zbritur dhe do t'u tregojnë njerëzve të vërtetat që përmendet në to, dhe se nuk do t'i fshehin ato, por ata e lanë pasdore besën, ata nuk punuan me librin, ata e ndryshuan librat, ata e fshehen të vërtetën, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, dhe ata e ndruan të vërtetën me një shpërblim të pakët të kësaj bote. Ndryshuan librin, ndryshuan ligjet, ndryshuan të vërtetat që përmenden librat e mëparshëm për interesat kësaj bote, për të arritur kënaqësitë të kësaj bote, për shpërblimin e kësaj bote, për shembull, për të ruajtur prestigjin, postin, për pasuri, për karrierë e kështu me radhë. Ndryshuan librin, deformuan të vërtetën, e fshehen të vërtetën. Sa e keqe është ajo që ata kanë blerë, ajo që ata kanë marrë në këmbim. Kanë marrë diçka nga kjo botë dhe lanë pasdore besën që i patën dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, për punuar me të vërtetën dhe për ta treguar të vërtetën. Pra vrejmë se në këtë ajet Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dënuar ashpër udhëtarët e librit, i ka kundërshtuar ata dhe ka përmendur se ajo që kanë marrë ata në këmbim të vërtetës është shumë e keqe. Kështu që duhet bëjmë kujdes. Ata që marrin diturinë duhet t'u mësojnë njerëzve, duhet t'u thonë të vërtetën, të urdhërojnë për të mirë, të ndalojnë nga e keqja. Bëjmë kujdes të mos e ndryshojmë të vërtetën, mos e ndryshojmë ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala, se kemi përgjegjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar ka urdhëruar profetin të përcjellë shpalljen. Thot Allahu i lartësuar duke urdhëruar profetin me diçka të tillë: "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik", o i dërguar, përcjellua njerëzve atë që të ka zbritur nga Zoti yt. "Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata", nëse ti nuk e bën diçka të tillë, nëse e le pasdore, nëse e fsheh, ti nuk i ke përcjellur mesazhin e Zotit tënd. Wallahu ya'simuka minan nas, Allahu lartësuar të mbron ty nga njerëzit. Dhe në fakt profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përcjellë të vërtetën plotësisht. Profeti është treguar i çiltër, nuk ka lënë të mirë pa na e përcjellur, nuk ka lënë gjë të keqe pa paralajmëruar që të ruhemi prej saj, nuk ka lënë gjë të mesazhit hyjnor pa e përcjellur sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë Aisha radhiyallahu anha: "من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية." Kush thot ose kush pretendon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fshehur diçka nga mesazhi hyjnor, ai ka bërë një shpifje shumë të madhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam hajë lam të mirës u drejtohet shokëve të tij dhe u thot: "Ju do të pyeteni për mua, çfarë do të dëshmoni?" Than: "Dëshmojmë se ti e ke përcjellë mesazhin, se ti ke këshilluar me çiltërsi." Profeti sallallahu alaihi wasallam e ngriti gishtin nga qielli dhe tha: "Allahumma shhad", o Allah, dëshmo. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka paralajmëruar për dënim në zjarrin e xhehenemit ata që pyeten për diçka, e dinë vërtetën dhe e fshehin, nuk e tregojnë. Men su'ila an ilmin fakatama uljiba yawm al-qiyamati bilijamin min an-nar.
Kush pyetet për një mesele, për një çështje dhe e fsheh atë, atij do t'i vihet në ditën e gjykimit, në zjarrin e xhehenemit, një frerë prej zjarrit. Atëherë kush fsheh të vërtetën ka dënim shumë të rëndë. Dhe nga ana tjetër, kush u mëson të vërtetën njerëzve ka një shpërblim shumë të madh ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më të mirët për jush janë ata që mësojnë Kur'anin dhe u mësojnë të tjerëve. Ka shpjeguar Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala se profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur që ata që mësojnë Kur'anin dhe u mësojnë të tjerëve janë më të mirët për shkak se jo vetëm mësojnë diturinë, e cila është në dobi të tyre, por dhe u mësojnë të tjerëve dhe mosimdhënia është në dobi të njerëzve. Pra ata i kanë dy veti, dy cilësi të mira. Para u bëjnë dobi vetes duke mësuar diturinë e Kuranit, dhe e dyta u bëjnë dobi njerëzve duke u mësuar njerëzve. Prandaj ndër njerëzit më të mirë janë ata që mësojnë Kur'anin dhe u mësojnë njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke u drejtuar Aliut radhiyallahu anhu ka thënë: "Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ka thënë pasha Allahu, që Allahu lartuar të bëjë ty sebeb për udhëzimin e një njeriu vetëm, është më e mirë për ty se sa të kishe devete kush. Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith atëherë ka përmendur se me mësu të vërtetën një personi, me u bë sebeb që një person të udhëzohet, është më e mirë se me patur pasurinë më të shtrejtë. Pasurinë më të shtrejta të kohës profetit ishin devete kuqe. Në kohën tonë, kush bëhet sebeb që të udhëzohet një person, kush ja mëson të vërtetën dikujt, do të ishte më e mirë për ta se sa të kishe pasurit më të shtrejta të kësaj kohe dhe t'i shpenzon në rrugë të Allahut. Ky është qëllimi, me i pas edhe me i dhënë sadaka. Çfarë është më e mira? Me mësu dituri dhe me mësu njerëzve, me u bë sebeb që të udhëzohen ca njerëz në të vërtetën, apo me pas pasuri dhe me shpenzuar ato në rrugë të Allahut? Përgjigjja është e para, sipas këtij hadithi profetit, kuptohet që e para është më e mira. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Men da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a." Kush i fton njerëzit në udhëzim, do të marrë shpërblim njësoj si ata që e pasojnë, por pasuesve nuk ju paksohet shpërblimi. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu ومن في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير." Allahu I lavdron ata që u mësojnë të mirën, që u mësojnë të vërtetën njerëzve. Melajket luten për ta. Gjithçka në qiell dhe në tokë lutet për ta. Edhe milingona në vrimin e saj, lutet për ata që u mësojnë të mirën njerëzve. Allahu I lavdron ata që u mësojnë të vërtetën njerëzve. Melajket luten për ta. Gjithçka në qiell dhe në tokë, edhe gjallësat, edhe kafshët, luten për ata që u mësojnë të mirën, që u mësojnë të vërtetën njerëzve. Kështu që ata që u mësojnë të mirën njerëzve kanë një gradë shumë të lartë tek Allahu. Ata I nderon Allahu, emrin e tyre lartëson Allahu, e ngre Allahu, ata I lavdron Allahu subhanahu wa taala. Për ta bëjnë lutje me lajket dhe e tërë gjithësia lutet për ata që u mësojnë të vërtetën njerëzve. Kështu që nga njëra anë, ai që u mëson të vërtetën njerëzve ka një grad shumë të lartë, por ai që shtrembron të vërtetën, ai që fshet të vërtetën, e ka dënimin shumë të rëndë ka Allahu subhanahu wa taala. Një nga format më të shëmtuar të kopratësisë është që njeriu të tregohet kopratës dhe të mos u mësoj çështje e diturisë tjetër. Për shembull, e di një çështje, po
kurse nuk va tregon tjerëve. Thot mos e di, mos e marrin vesh. E zotron, për shembull, një shkencë, një uri, e ka kuptuar mirë një mesele dhe nuk e ndihmon shokun e tij. Kush e di një çështje, e pyet shokun e tij dhe nuk e tregon, ky rrezikon që të sprovohet me zhdukjen e diturisë, do harroj diturinë. Kështu kanë përmendur disa nga të parët e këtij umeti. Prandaj bereqeti i diturisë është me e dhënë, mos me e kursyer, mos me u treguar koprac. Në qoftë se shoku të pyet për një çështje dhe e di, duhet me ia tregu. Mos me e mbajtë vetëm për vete. Se ndonjëherë mund ndodhë që kërkuesi i diturisë si ja tregon një çështje tjetri, që thotë, domethënë, të dalë më mirë se kë. Që të shfaq aftësitë e mia. Po kjo nuk është sjellje e mirë. Duhet me ndihmu shokun, me ia tregu, me ia sqaruar çështjen, qoftë edhe nëse për momentin nuk fiton një merit, sepse kush tregohet i thjesht, kush ndihmon të tjerët, ka për ta ndihmuar Allahu subhanahu wa taala. Të mirat që ka njeriu, aftësitë që ka njeriu, nuk do t'i humbë Allahu subhanahu wa taala nëse ndihmon shokut. Umar ibn Abdul Aziz, Allahu mëshiroft, i ka shkruar Ebu Bekr Amr ibn Hazmit. Ishte fundi i shekullit parë të hijretit. Umar ibn Abdul Aziz, Allahu mëshiroft, kishte frikë se do vdesin dietarët edhe do humnin hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dha urdhër që dietarët t'i shkruanin dhe t'i dokumentonin hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga dietarët që i ka shkruar, i ka dhënë porosi që me shkruar hadithet është Ebu Bekr Amr ibn Hazmit. Edhe i thot, domethënë, përkoni, uluni me dietarët, shkruani hadithet, se unë kam frikë se do zhduket dituria, se do vdesin dietarët, dhe ka thënë shkruani vetëm hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot uluni për mexhlise dhe tregojuni njerëzve diturinë, sepse dituria nuk ka për të zhdukur hatta yakuna sirran. Ka thënë dituria nuk do shkatrohet, nuk do asgjësohet, nuk do zhduket hatta yakuna sirran. Derisa njerëzit ta marrin të fshehtë. Nëse dietarët do ulen për mexhlise dhe do ta tregojnë diturinë, atëherë dituria ka vënë për hapur. Kemi konstatuar domethënë herët hoxhallarët, kuptohet hoxhallari jo aq të përgatitur, as për atë rangun e hoxhallarëve të vjetër, ndonjëri prej tyre nuk ja tregonte çështje tjetrit. Nuk doshte që për shembull në Katun bëhej edhe një hoxh tjetër, se e konsideronte si konkurrent, ose nuk ja tregonte çështje e diturisë, ose nuk ja mësonte turqishten, ose nuk ja mësonte osmandishten, ose nuk ja shpjegonte një libër, si thoshte, sepse nuk doshte që ta kishte konkurrent. Kjo sjellje e gabuar. Dituria duhet me përhapur, duhet me mësuar njerëzve se gradat e njerëzve janë tek Allahu subhanahu wa taala, dhe kush përhap diturinë, kush mëson njerëzve, e ngrej Allahu subhanahu wa taala. Një çështje që duhet ta kemi parasysh. Dituria nuk duhet me u dhënë njerëzve me dialekt. Dietarët nuk u japin diturinë njerëzve të ulur dhe me dialekt. Për shembull, diku që se kupton diturinë, ose njëri që nuk pyet për të mësuar, po pyet vetëm për ta vënë hoxhën ose mësuesin në pozitë të vështirë, ose një person që ka sjellje të keqe me i rrit çështjen e diturisë. Prandaj them që duhet me përhap diturinë, me mësuar njerëzve, po kjo nuk do të thotë që mua treguar çështjen e dijes çdo kujt. Kjo nuk do të thotë që me i dhënë përgjigje çdo kujt. Ka njerëz me sjellje të keqe që pyesin vetëm për të kap gabimet, vetëm për të vënë në pozitë të vështirë hoxhën, ose pyesin për të shfaq veten, për të shfaq se çka ka mësuar. Njerëzve të tillë nuk duhet me u dhënë dituri, nuk duhet me u dhënë përgjigje. Kërkuesi i diturisë duhet të jetë edhe zahid në këtë botë. Një nga moralet e mira është zuhdi. Allahu subhanahu wa taala na ka bërë thirrje në Kur'an që të mos mashtrohemi me jetën e kësaj bote. Thot: Ja ayuhan nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. O njerëz, premtimi i Allahut është i vërtetë. Prandaj të mos u mashtrojë jeta e kësaj bote, dhe të mos u mashtrojë shejtani.
e të largojnë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad." Dijeni se jeta e kësaj bote është lojë, zbavitje, argëtim, zbukurim, stoli, kënaqësi. Me gjërat e kësaj bote njerëzit krenohen, njerëzit garojnë, burren me pasurinë e shumt, me djemt, me fëmijët. Allahu lartësuar pastaj e ka krahasuar këtë botë me gjelbrimin, me bimet që dalin pas rreshjeve të shiut, të cilat e tërheqin, e mrekullojnë, e bëjnë për vete bujkun. Por pastaj bimet thahen, edhe dërmohen, bëhen copë, bien tokë. E tillë është edhe jeta e kësaj bote. Njeriu do vdes, kjo dynjë do të kapitullojë, do shkatërrohet, do bëhet kiameti. Prandaj njeriu nuk duhet mashtrohet me jetën e kësaj bote. Ka thënë Allahu në fundin e ajetit: "Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Thot, dhe kënaqësia e kësaj bote është vetëm, pra jeta e kësaj bote është vetëm një kënaqësi mashtruese. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç ka treguar Xhabir radhiyallahu anhu, një ditë ka hyrë në treg. Njerëzit ishin anështi. Profeti vren një keç të ngordhur, keç me vesh të vegjël, esakka, bijaddin esakka, famarra bijaddin esakka. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ngritur të keçin me e ka kapur veshësh, e ka ngritur. Ishte keç i ngordhur. Edhe u thot njerëzve: "Ejukum yuhibbu an yakuna lahu hadha bidirham?" Cili prej jush do të dëshironte ta merrte këtë keç me një dirhem? Dirhemi ishte një pare serbe. Thanë: "O i dërguar i Allahut, sikur të ishte i gjallë, nuk do vlente një dirhem." Është keç me vesh të vegjël, keç i vogël. Pra, sikur të ishte i gjallë, nuk do ta bleni me një dirhem, thanë. E si mund ta blejmë atëherë kur ky është i ngordhur? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "La dunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum." Kjo botë ka më pak vlerë tek Allahu lartësuar se sa ky keç i ngordhur për ju. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Mali wa lid-dunya, inma mathali wa mathalu ad-dunya karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "E ç'më duhet mua kjo botë? Për mua," thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "kjo botë është si një udhëtar që ndalet në hijen e një pemë, pastaj shkon dhe e lë atë. E tillë është kjo botë." Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vëmendjen që të mos jepemi pas kësaj bote, pas kënaqësive të saj, mos mashtrohemi me të. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ma yuftahu alaykum ba'di min zahrati ad-dunya wa zinatiha." Ndër gjërat që unë kam më shumë frikë për ju janë kënaqësitë, bukuritë dhe stolitë e kësaj bote që do t'u jepen juve pas meje. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Inna ad-dunya hulwatun khadira." Kjo botë është e ëmbël dhe e gjelbër. Profeti këtë botë e ka krahasuar me, sipas i shpjegimit që kanë bërë dietarët, e ka krahasuar me frutin e ëmbël dhe të gjelbërt. Janë dy cilësi tërheqëse: ëmbëlsia dhe ngjyra e gjelbërt. Edhe kjo botë është tërheqëse, e bën njeriu për vete, por nuk duhet më mashtruar me të. Ky sipas një shpjegimi. Sipas një shpjegimi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar këtë botë me diçka të ëmbël dhe gjelbërt që do zhduket. Ashtu sikurse gjërat e gjelbërta në botë do thahen dhe do zhduken, po kështu dhe kjo botë do zhduket, do i vinë fundi. Prandaj njeriu nuk duhet të mashtrohet me kënaqësitë e kësaj bote. Inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun. Allahu lartësuar do t'u mëkëmb juve në këtë botë, duke u bërë pasardhës të brezave të mëparshëm. Ato që i kanë patur të mëparshmit i trashëgojmë ne, brezi i mëpasshëm. Po Allahu lartësuar për çfarë na ka mëkëmbur? Liyanzura kayfa ta'malun. Ka shpjeguar profeti, ka thënë që Allahu lartësuar të shfaq çfarë do veproni.
që të dallohet se çfarë do veproni. Do veproni mirë apo keq. Do jeni për atyre që punojnë mirë apo punojnë keq. Do jeni për atyre që mashtrohen me dynjan apo nuk mashtrohen me ta. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ruhuni nga kjo botë dhe ruhuni nga gratë. Kur thot profeti ruhuni nga kjo botë, kjo nuk do të thotë që muslimanit mos shijojnë të mirat. Kjo nuk do të thotë që muslimanit mos punojnë, mos fitojnë, mos mbahet, të mos fitojnë për të mbajtur familjen, nuk është ky kuptimi. Se profeti ka thënë në pasurin, ni'mal malu salih fi yadi ar-rajuli salih. Sa e mirë është pasuria e mirë në duart e njeriu të mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka përmendur dy rastet kur ja vlen që me pas zili njeriu, po zilin me kuptim të mirë. Një rast është kur Allahu i ka dhënë dikujt dituri dhe ja ka mundsuar që t'u mësoj njerëzve. Dhe rasti i dytë është rasti i atij personi që Allahu i ka dhënë pasuri dhe ja ka mundsuar që ta shpenzojë në rrugët e xhairit. Kështu që nuk është e keqe që njeriu të fitojë pasuri dhe ta shpenzojë atë në rrugën e xhairit. Por e keqe dhe e dënueshme është që njeriu të jepet pas kësaj bote duke lënë pas dore ahiretin. Që njeriu të mashtrohet me këtë botë edhe të bëjë harame. Që njeriu të mashtrohet me këtë botë deri në atë mas saqë të lëjë pas dore detyrat e fesë. Ky është kuptimi i fjalës të profetit sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya, ruhuni nga dynjaja. Pra mos u mashtroni me këtë botë. Mos anoni nga kjo botë. Mos i jepni përparësi kësaj bote kundrejt ahiretit. Wattaqun nisa, dhe ruhuni nga gratë. Kjo nuk do të thotë që ju mos martohet. Allahu i lartësuar ka përmendur martesën në Kur'an. Dhe Allahu i lartësuar ka urdhëruar që me i martuar të pamartuarit në Kur'an. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka nxitur në për hadith dhe për martesë. Në mënyrë të veçantë ka nxitur të rinjt që të martohen. Dhe profeti ka përmendur që gruaja është kënaqësia më e mirë e kësaj bote. Ka thënë në hadithin që transmeton Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ka thënë kjo botë është kënaqësi. Dhe kënaqësia më e mirë e kësaj bote është gruaja e mirë. Po cila është gruaja e mirë? Gruaja e mirë është ajo që i bindet Allahut, që i bindet burrit, i kryen detyrat e fesë, është e moralshme, është e besës. Kjo është gruaja e mirë. Gruaja e mirë është kënaqësia më e mirë e kësaj bote, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur thot profeti dhe ruhuni nga gratë, nuk e ka fjalën që mos më martuar muslimani, sikurse pretendojnë sektet e sufizmit, por e ka fjalën ruhuni mos më rani moralitet. Mos me bëj gjuna për shkak grave. Mos me lanë detyrat për shkak grave. Mos me bëj gjunahet për shkak grave. Mos me u bindur njeriu gruas duke lënë për shembull pas dora respektin ndaj prindërve. Ka që u bindën grave edhe nuk respektojnë prindrit. Ka që u bindën grave dhe bien gjunahe. Ka që u bindën grave dhe bien domethënë lënë pas dora detyrat. Profeti ka thënë fundin e hadithit, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa. Fillimi devijimit të Banu Israilëve ka qenë për shkak grave. Pra, u dhan pas grave, u plotsu dëshirat grave, u plotsuar tegat grave, lën pas dore ahiretin, lën pas dore mësimet e fesë, ligjet e Teuratit, edhe devijuan nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Edhe po të vrejbën kohën tonë, gratë janë shkak për shumë devijime, për shumë probleme. E prandaj burrat nuk duhet mashtrohen me gratë dhe të bien në moralitet, apo të bëjnë punë turpshme. S'duhet lënë pas dore detyrat, nuk duhet bien në gjunahe. Profeti sallallahu alaihi wasallam, duke na këshilluar që të jemi zahida në këtë botë, ka thënë se një burrë pyeti profetin, tha ja Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. I tha një burrë profetit, ky është hadith transmetuar nga Sahel ibn Sa'di radhiyallahu anhu. Tha o dërguari i Allahut, ma tregoj një vepër të cilën nëse unë do ta bëj, do më dojë Allahu dhe do më duan njerëzit. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Tregohu zahid në këtë botë që të dojë Allahu.
Wazhad fima fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas. Dhe mos lakmo atë që njerëzit e kanë dorë në mënyrë që të duan njerëzit. Profeti ka treguar në këtë hadith se si arrin njeriu të bëhet i dashur tek Allahu dhe si arrin që të jetë i dashur dhe me njerëzit, që ta duan njerëzit, që të bëhemi të dashur të Allahut, të bëhemi evlija të Allahut, duhet që më treguar zahide në këtë botë. Po do ta tregoj se çdo të thotë zuhdi në këtë botë. Dhe gjithashtu për të bërë i dashur tek njerëzit, mos me lakmuar ato që kanë njerëzit në dorë. Po ç'është zuhdi në këtë botë? Sipas dietarëve zuhdi është me lënë gjunahet. Kush lë gjunahet, tregohet zahid në këtë botë. Sipas një dietari tjetër, të jesh zahid në këtë botë, domethënë me pas më shumë siguri ke premtimi i Allahut se sa ai që ke në dorë. Kështu njeriu duhet të ndjej siguri më shumë ke premtimi i Allahut për rrezikun se sa ke paratë që ka në dorë, apo zanati që ushtron, apo fitimi tregtar, me pas më shumë siguri ke premtimi i Allahut i lartësuar. Ajo që vëret ke shumë muslimanë është se kanë frikë nga varfëria, dhe kjo është nga shejtani. Allahu i lartësuar ka premtuar rrezikun. Shejtani na frikson varfërinë. Ash-shejtanu ya'idukumul faqr. Shejtani ju frikson nga varfëria. Sipas disa dietarëve të tjerë zahid në këtë botë, domethënë të mos të gëzoj shtimi i pasurisë dhe të mos të hidhroj paksimi i saj. E pyetën Imam Ahmedin, a mundet që një pasur të jetë zahid? Ka thënë po, nëse nuk e gëzon shtimi i pasurisë dhe nuk e hidhron paksimin e saj. Nga kjo mund të themi që ka të pasur që janë zahida. Për shembull Abdullah ibn Mubarak, Allahu mëshiroft, kishte pasuri të madhe dhe e shpenzonte për kërkuesit e diturisë, por ai ishte zahid në këtë botë. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ka qenë një nga të pasurit e sahabëve, ka shpenzuar shumë pasuri në rrugt të Allahut, ka përgatitur muslimanët në luftën e Tebukut, Jeshul Usra, por ai ishte zahid në këtë botë. Abdurrahman ibn Auf ka qenë zahid në këtë botë. Ebu Bekr as-Siddiq ka shpenzuar pasuri të madhe duke ndihmuar profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe ishte zahid në këtë botë. Në anë tjetër, ka të varfër që nuk janë zahida në këtë botë, sepse dashuri për dynjan e kanë në zemër, sikundi që ka dhe të varfër që janë zahida në këtë botë. Kështu që zuhdi është moral, dhe zahid njeriu bëhet me durim. Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka dhënë një përkufizim për mbledhës për zuhdin. Thot, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ti je zahid, domethënë të lësh ato gjërat të kësaj bote që nuk bëjnë dobi për ahiret. Gjërat e kësaj bote, sipas këtij përkufizimi që përmend Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ndahen në dy lloje. Lloji i parë, gjëra që na shërbejnë për rrugën që kemi drejt ahiretit. Martesa, gruaja e mirë, zanati, profesioni, aq pasurisë në nevojitet, aq të ardhurat sa në nevojitet për mbajt veten, familjen, për shpenzuar rrugë të Allahut kështu me radhë. Gjëra që nuk shërbejnë për rrugën tonë drejt ahiretit, nuk na bën dobi për ahiret. Ushqimi i tepërt, gjumi i tepërt, kuvendimi apo mexhliset e tepërta, bisedat, fjalët e tepërta, luksi, është përtej mesatare, zgjedhjes mesatare që mund të bëjë njeriu. Pra, gjëra kënaqësitë kësaj bote të cilat nuk shërbejnë për vazhduar rrugën e ahiretit. Ato gjëra me i lënë. Ky është përkufizimi që ka përmendur Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra këtë sahab e ka këshilluar për zuhd në këtë botë, që me fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar njërin nga sahabët të shquar, njërin nga kërkuesit e diturisë që në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, e që është Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, e ka këshilluar nga porositur duke i thënë: Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Je në këtë botë, jeton në këtë botë si një i huaj ose si një udhëtar. Kanë thënë dietarët, të jetosh në këtë botë si i huaj ose si udhëtar, domethënë mos me anuar nga kjo botë, të mos lakmojmë këtë botë, të mos e kemi përparësi këtë botë, po të kemi përparësi ahiretin. Profeti sallallahu alaihi wasallam
kërkon prej nesh të jetojmë në këtë botë si njerëzit në kurbet. Njeriu në kurbet pret që të kthehet në vendin e vet. Nuk ka qetësi në atë vend dhe përpiqet të marrë çka ka për të marrë, të bëj përgatitjen e duhur edhe të kthehet në vendin e vet. Kjo është gjendja e njeriu në kurbet. Akoma më mirë është gjendja e udhëtarit. Të jetosh në këtë botë si udhëtar është më mirë se sa me jetuar si njeriu në kurbet. Udhëtari sa merr me vete, aq sa i nevojitet për udhëtim, se nuk do që me ngarku veten. Merr çfarë i nevojitet dhe i lë gjërat e tjera. Edhe ne të marrim në kjo botë aq sa na shërben për udhëtimin tonë drejt Allahut, për rrugtimin tonë drejt ahiretit. Gjërat e tjera me ilan. Prandaj Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bazuar në këtë porosi që dha profeti sallallahu alaihi wasallam, thoshte: "Idha amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idha asbahta fala tantadhir al-masa." Thoshte Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kur të ngrysesh mos prit të gdhihesh dhe kur të gdhihesh mos prit të ngrysesh. Pra njeriu të mos fantazojë se do jetojë gjatë dhe të lejë pas dore detyrat e fesë. Ka njerëz që thonë, kur të plagën do filloj të fal namazin, kur të plagën do shkoj në haxh. Të mos fantazojë se do jetojë gjatë edhe ta shtyj toben. Po duhet më nxitu njeriu me heq dorë nga gjunahet, me kërku falje Allahut, me bë tobe. Edhe detyrat, edhe punë të pëlqyeshme, mos më shtyj. Një gjë që kemi mundësi me bë sot, mos më shtyj për ditën e nesërme. Çfarë? Atë pjesë Kur'anit që kemi për ta mësuar, ato hadithe që kemi për ta mësuar, librin që kemi për të përsëritur, mësimet që kemi për të ndjekur, veprat e mira që ne mund t'i bëjmë, të mos i shtyjmë, se nuk dihet se kur na gjen vdekja. Kjo nuk do të thotë që muslimani të mos shpresojë të jetojë gjatë. Sepse kush jeton më gjatë, duke bërë vepra të mira, ai është më i mirë nga Allahu, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Por qëllimi i shpjegimeve që bëjnë dietarët kur flasin për atë që quhet qisaru al-amal, mos me fantazuar njeriu, domethënë, edhe mos me ëndruar se do jetojë gjatë e kështu me radhë. E kanë fjalën domethënë që mos me shtyj toben, mos me lënë pas dore detyrat, mos me shtyj largimin nga gjunahet, veprat e mira mos me shtyj. Çfarë ke mundësi me e bë? Me u përgatit për ahiretin. Thot pastaj Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, khudh min sihhatik li maradik. Puno për sa kohë që je i shnetshëm, se do smuresh. Dhe kur smuret njeriu nuk do të arrijë po. Punoj siç punonte kur ishte me shnet. O min hayatika li mautik. Dhe puno për sa kohë që je gjallë, se do vdesim. Do thirret e zani, mas e zanit inshallah taala do t'ua tregoj edhe 2-3 gjëra që lidhen me zuhdin, sepse kjo është një temë mjaft e rëndësishme. Të jemi zahid në të botë, nuk do të thotë që të ham vetëm se ushqime të këqija apo të ushqehemi keq. Nuk është ky kuptimi i Zotit. Përkundrazi, besimtari përpiqet të gjejë ushqimin më të mirë, më të cilësor, më të këndshëm. Si ka treguar Allahu i lartësuar për bujtusit në shpend, ata djemë të ri. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Le të shohim ushqimin më të pastër, më të mirë, ushqimin e lejushëm dhe të këndshëm. E dyta, të jemi zahid nuk do të thotë që të vishemi keq. Dikush mund mendoj se të jesh zahid domethënë u vesh me gumë, se u vesh me rroba leshi. Vërtet përmendën për hadithe që profeti ka vesh rrobë leshi, që të parët e këtij ummeti kanë veshur rroba të harnuara, po këto ishin kushtet e tyre. Kjo ishte gjendja e tyre. Njeriu të vishet sipas nivelit që ka. Kush është i pasur, shfaq mirësinë e Allahut dhe të vishet siç vishet një i pasur. Kush i përket shtresës mesme të shoqërisë që kanë të ardhurat mesatare, të vishet ashtu siç vishen njerëzit e shtresës së mesme të shoqërisë në kohën tonë, kushtet tona. Dhe kush është i varfër, mos i vinë zor që të vishet si një i varfër. Kështu ka nivelin e tij. Prandaj ai koncepti që kanë sektet e sufizmit, që kush ka zanat
ka dal nga rruga jonë, thonë ata. Kush martohet ka dal nga rruga jonë, kush merr dituri ka dal nga rruga jonë. Këto nuk janë gjëra të sakta. Këto janë papranueshme. Kjo është interpretim i keq. Një çështje tjetër që duhet ta kemi parasysh lidhje me Zotin është se morali i një kërkuesi të diturisë nuk mund të përmirësohet pa zuhd në këtë botë. Morali i një thirrsi, i një hoxhe, i një imam, i një dietar nuk mund të përmirësohet pa zuhd. Prandaj sahabët i ka dhënë rëndësi zuhdit. Të parët e këtij ummeti kanë folur për zuhdin, madje kanë bërë libra. Abdullah Mubarak ka bërë librin Kitabu Zuhd, Imam Ahmedi ka bërë librin Kitabu Zuhd, Ibn Abi Dunya. Të parët e këtij ummeti kanë folur mbi zuhdin, kanë përmendur dëshmitë, argumente lidhur me çështje, sepse kështu përmirësohet gjendja e atyre që marrin diturinë dhe përhapin diturinë, që thrasin njerëz fenë e Allahut. Por edhe gjendja e muslimanëve do të përmirësohet kur të kemë përparësi ahiretin dhe jo dynjon. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për smundjen e ummetit, çfarë ka thënë? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ka thënë është dashuria për këtë botë dhe urrejtja e vdekjes. Kjo është smundja e ummetit. Dhe në qoftë se njeriu shfrytëzon fenë për të arritur kënaqësitë kësaj bote, për pasuri, për prestigj, për famë, kështu me radhë, ai shkatron fenë e tij, prish fenë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi zaribati ghanam bi afsada laha min talab al-mar'i lil-mali wash-sharafi li dinihi." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dy ujë që lëshohen që bien në një tuf baktish nuk bëjnë dëm më të madh në të se sa dëmi që i bën njeriu fesë vet duke kërkuar pasurinë dhe prestigjin. Prestigj, famë, pushtet e kështu me radhë. Kështu që nëse se njeriu me fenë kërkon pasurim, kërkon kënaqësitë e kësaj bote, ai prish fenë e tij. Allahu na ruaj. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala të përmirësoj sjelljen tonë. Lusë Allahu që të na i bëjë të dobishme këto që u shpjegova. Allahu shpëlimet të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.